Ilir Meta ka bërë kërkesë në gjykatën e lartë për ndryshim të masës së sigurisë arrest në Burg. Kërkesa është regjistruar në datën 3 nëntor dhe më short është caktuar si relatori i çështjes Ilir Panda. Rekursi i Metës vjen pak ditë pasi u rrëzua në gjykatën e apelit të posaçëm. SPAK mbylli hetimet më 28 korrik, ndërsa dosjen e kaloi për gjykim në fund të gushtit, e cila përfshiu 3 hetime, një në aferën Çesdia, lobimin e LSI në SBA dhe hetimin pasuror. Meta dhe kryemadhi akuzohen për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie. Piero Xhixho akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë të kryer në bashkëpunim, ndërsa Fatime Kryemadhi akuzohet për pastrim parash së bashku me Ema Çokun. Meta ndodhet në Burg që prej tetorit të vitit të kaluar, ndërsa Kryemadhi me detyrim paraqitje. Më 8 shtator, apeli i GKK rrëzoi kërkesën e Metës për lirim nga Burgu, duke lënë në fuqi vendimin e 13 gushtit nga shkalla e parë, e cila argumentoi se nuk mund të lirohej për shkak se mund të prishte provat dhe të intimidonte dëshmitarët. Edhe më 19 shtator, pasi paraqiti tjetër kërkesë, GKK nuk e ndryshoi masën ndaj tij. Kryemadhi Meta, tashmë ligjërisht të divorcuar, akuzohen se ndër vite kanë ushtruar pushtetin e tyre për të përfituar pasurinë në mënyrë të paligjshme dhe kanë fshehur burimin e tyre duke përdorur edhe familjarët.